është parti serioze dhe ka kapacitete për të ofruar një president të mirë të Kosovës. Njëkohësisht kemi pas dëshirën më të mirë, atëherë kur kemi thënë që ne i ofrojmë kapacitetet tona njerëzit më të mirë për qeverisje, ministrat më të mirë, programin më të mirë, edhe këto e kemi bërë me vedien e plot, sepse qëllimi jonë final ka qenë në të mirët Kosovës. Qëllimi jonë final është mi dhanë institucione vendit, që 2 vjet, po udhëheqemi me ushtruz detyrash, pa kompetencat plota, po udhëheqemi vërtet nga njerëz me pozitat të dyfishta. Nuk është mirë për Kosovën edhe po ndërtojmë një precedent në politikën kosovare duke sfidu sistemin tonë politik. Nuk ka nevojë për këto. Këto duhet veç me pas një vullnet mirë dhe vetdijet lartë shtetërore edhe respekt për gjithë të ranët për gjatë historisë për këtë shtetin e Kosovës. Prandaj është LDK-ja vërtet po i bëjmë këto veprime me vedien më të lartë që po i kontribuojmë shtetit tonë shumë ma shumë se partisë sonë. Neve nuk në këtë moment, me këtë qëndrim, nuk kemi bërë asë një llogaritje të partisë politike. Pra dhe mund të dëmtohen nga kjo, nga vendimi i sotëm? Jo, nuk është çështje. Pra se keni menduar fare këtë? Jo, nuk është çështje elektorale. Ne nuk po diskutojmë për rezultate elektorale dhe asë çfarë ndikimi. Ne çdo herë e kemi Kosovën, institucionet e saj, proceset e Kosovës përpara shumë më të rëndësishme. Si parti politike jemi në funksion të atyre qëllimeve madhore. Prandaj nuk po bëjmë kalkulime elektorale. Po për ndryshe nuk mendoj absolutisht që sjell ndonjë ndikim negativ. Kjo është qëndrim i qartë për të cilën antarësia jonë na ka mbështetur, tash disa orë ka mbështetje të antarësisë sonë, ashtu siç na kanë mbështetur, po ashtu që të jepim vendit institucione. Kërkesa është që të jepim vendit institucione, por atëherë kur ky personi dhe partia politike që i ka më së shumti vota nuk dëshiron që të shkohet përpara, na s'kemi mekanizma tjerë për me detyru atë, përveç se mund ta lëmë edhe t'i themi shko ec përpara. Të lutem edhe bëj institucionet me cilën do parti, se tek e fundit ne nuk jemi parti që po ja imponojmë veç me neve, urdhno ka parti të tjera, gjej kompromise të tjera dhe vazhdo. Dhe pse ishte insistus në ju, nëse s'ka dashur një marrëveshje? Pse fton të LDK-n edhe po flasë edhe përpara këtyre zgjedhjeve? Ishte shumë insistues që takohej me ju, të arrinte një marrëveshje për çfarë nuk u arrit? Jo, nuk e besoj që vetëm LDK-n insistonte, ai ka dërguar letra, e ka ftuar edhe të partitë e tjera. Do të thonë ne kemi qenë dëshmitar që i ka ftuar. Dikush nuk ka shkuar negociata, dikush tjetër ka shkuar disa herë. Kjo nuk mendoj që kishte ka mundësi që të ketë arsye të tjera, po besoj që ma mire pyetni atë nëse ju vjen ndonjëherë në studio. Arsye të tjera në kuptimin e base dëmit që mund t'ja bëjë LDK-s, në atë kuptim po e thoni apo s'doni ta komentoni fare? Jo, nuk du me e komentu sepse as Albin Kurti, as vetëvendosje nuk janë në gjendje që të na dëmtojnë neve. Ata e kanë dëmtu vetveten, 100.000 vota më pak i kanë se nga dhjetori i vitit kaluar. Ata e dëmtojnë vetën duke dashme na dëmtu neve. Na kemi qëndrimet e qarta dhe është e pa diskutueshme për çdo qytetar, madje edhe ata që nuk janë antarë të LDK-s, që LDK-ja e sheh veç interesin e Kosovës dhe të institucioneve të Kosovës. Kur në qeverisjen e LDK-s, dhe po t'i kishim ne kaq shumë numra, nuk kishte ndodhur një tejkalim e afateve kushtetuese dhe mos konstituim institucionit. Asnjëherë. Dhe këto po ta them me bindjen më të madhe, se LDK-ja ka vedien më të lartë institucionale nga të gjitha partitë politike, sepse e marrim seriozisht, sepse i kemi mobilizuar të gjitha radhët, kemi bërë programe, kemi jep gjithçka për t'i jep institucione Kosovës. Po kur nuk ekziston vullneti në anën tjetër, ne s'kemi ç'a bëjmë tjetër, s'kemi mekanizma të tjera. A e keni marrur seriozisht në kuptimin e mësimit politik, mbase po e quaj kështu kushtimisht, që në një të ardhme, edhe nëse bëhen zgjedhje të reja, do të keni mbase dyshime për të ulur në tavolinë prap me vetëvendosjen dhe prap me Kurtin? A është kjo një jo përfundimtare në kuptimin që edhe nëse shkohet në zgjedhje, të zemnunat të ndryshojnë plus minus, është kjo një jo për një bashkëpunim tutje, apo mbase më shqyrtohet në tardhmen? Nëse shkojmë në zgjedhje, neve na intereson vetëm që rezultati i LDK-s
tjetë më i rritur, nëse ne jemi më të fuqishëm, nëse ne kemi vota më shumë, përkrahje më shumë, besim më shumë, Kosova do t'jetë më mirë se do të kemi vedije më të lartë dhe do t'jepim institucione. Mu nuk më intereson se çka dhe çfarë qëndrimesh mban në zgjedhje vetëvendosje, por historikisht është dëshmuar që diskursi i tyre politik nuk ka lënë asnjëherë hapësirë për ndërtimin e një partneriteti. E tash Kurti dhe partia e tij e mësojnë se besimi dhe partneriteti ndërtohet për një kohë të gjatë, e jo me fyrje, jo me kur del prej takimeve ti me bullizu partinë të cilën po e lut për partneritet. Këto janë mësime në demokraci, fatkeqësisht janë mësime për një subjekt që vërtet ABC-n politike nuk po e din. Mund uroj shumë që ata të ulen e t'i lexojnë disa libra politike bazike. A nëse i din ato dhe përkundër njohurive tyre po bëjnë kështu, atëherë po ja bëjnë dëm Kosovës. Atëherë është mësimi duhet të nxjerr edhe prej qytetarëve se duhet me i përkra njerëzit dhe partitë të cilat vërtet i jepin Kosovës institucione. Para në fund, çfarë do të bëj Kurti? Mendon se do të ulet me gjitha partitë parlamentare dhe flasim për një mbasi kandidat jo politik për presidentin, apo do të ballafaqohemi me të tjera sulme në distancë? Nuk e di se çfarë do të bën ai. Unë e di që vetëm i bëjmë thirrje që të me vedijen më të lartë, t'i thret institucionet, subjekti i tij politik, të thret konstituimin e kuvendit dhe të hymë në radhë kushtetuese në fakt në binar ligjor, e të mos i jepim pasiguri shtetit, e të mos e çojmë shtetin në një rrugë pa krye, sepse nuk e meritojnë qytetarët, por nuk e meriton as shteti jon. Madje, pastaj do të mobilizohemi që vërtet mos e lëm që vendi të mirret edhe të udhhiqet nga dikush në mënyrë anarkike. Anarkia nuk i duhet Kosovës, i duhet stabiliteti, i duhen institucionet. Kërkush s'po ja konteston legitimitetin që e ka fitu prej zgjedhjeve, po krejt çka po dojmë është qeverisje, krejt çka po dojmë është stabilitet institucional. Nëse insiston prap në emrin e zonjës Feride Rushiti, është emër që mund të diskutohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës? Kompromisi edhe diskutimi në tavolinë për president të përbashkët nuk nënkupton unilateralisht, do të thonë një anshëm, të propozohet një emër kush do qoftë ai, as partijak, e as nga shoqëria civile ose nga dikush tjetër. Duhet me qenë të gjitha partitë të diskutojnë emra të ndryshëm edhe të bëhet një dakordancë i të gjitha palëve. Prandaj, do të thonë nuk mundemi me diskutu kandidatë të cilët janë prezantuar vetëm një anshëm nga vetëvendosje. Do të thonë nuk është diçka që përkrahet si metodë, nuk është as demokratike, as nuk i kontribuan diskutimit. Jona Gjutako, faleminderit shumë që ke qenë sot këtu në Jehuna Politike për dhënë edhe qarimet për qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sukses dhe urojmë shumë që të kemi një president e të kemi institucione. Faleminderit shumë. Ishim bashkë kështu me shefën e grupit parlamentar të LDK-s. Shkëputemi me marketing, në fakt 3 minuta do të jemi larg këtij transmetimi për të rikthyer më pas me 2 deputet të tjerë nga radhat e PDK-s. Azamber Rahmi dhe Liza Hoxha vinë këtu për ballë analizëve për të folur për aksionin e nesërm në orën 11, shkojnë në kuvend sërish për thirrur dhe për të kërkuar në fakt seancën konstituive. Kthehemi pas